edhe të socialistëve dhe të opozitës. Fiorel Nesti, faleminderit. Nesër mbledhim asamblen, Partia Socialiste vjen me këtë forumin më të lartë të saj pasi ndryshoi qeverinë Fiorel. Çfarë presim, cila është agjenda nesër në Durrës për socialistët? Socialistët kanë preferuar kësaj radhe të mos shpërndajen dhe shumë informacion për sa i përket mbledhjes së asamblenë në nesër në Durrës. Është një vend që ku zoti Rama e ka zhvilluar asamblen edhe herë të tjera në Gjirin e Lalësit në ambiente private, ku nisë në orën 10 sipas informacioneve të deri më tanishme dhe pritet përfundojë rreth orës 15, pasi do ketë diskutime si me dyert të hapura dhe gjithashtu edhe me dyert të mbyllura, ku fjala e zotit Rama, fillimisht të sekretarit të përgjithshëm zotit Blendi Klosi dhe më pas edhe e kryeministit Rama, njëkohësisht kryetarit të Partisë Socialiste, do të jetë të hapur, por në agjendë për të përcaktuar edhe përsa i përket disa piketave për zgjedhjet e ardhshme lokale, ku Partia Socialiste tashmë ndes zyrtarisht, duhet të themi, motorë gjithmonë e bën një vit përpara zgjedhjeve lokale apo atyre parlamentare, dhe nga ana tjetër do të jenë raportimi drejtuesve të qarsheve, të gjithë drejtuesit të qarsheve do të raportojnë përsa i përket punës së tyre, një analizë zgjedhore, si kanë punuar, si ka qenë bashkëpunimi me kryetarët e bashkive, me organizatat, me kryetarët e partive të Partisë Socialiste në bashki. Dhe më pas do të kemi edhe për diasporën një moment të rëndësishëm, sidomos në ato qytete apo në ato shtete ku Partia Socialiste pretendon që ka një numër të konsiderueshëm votash, do të kemi dhe atje një riorganizim të Partisë Socialiste dhe ndoshta edhe ngritjen e ndonjë degë të re partie përsa përket për të qenë sa më afër diasporës, pasi në zgjedhjet lokale ata nuk votojnë, nuk kemi vot diaspore, por në vinë shumë shpejt zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe duhet që të kenë të siguruara votat e tyre dhe për të ruajtur ndoshta të njëjtin rezultat. Dhe nga ana tjetër do të ketë diskutime të brendshme përsa përket çështjeve edhe të Partisë Socialiste, diskutimeve dhe jo vetëm, mbetet për të parë nëse do shkojë përtej kësaj, asaj e cila është deri më sot në agjendë, nëse do kemi edhe ndryshime të tjera, pasi pritet që të ketë ndryshime të drejtuesit politik. Ja, do ta prekim pak më poshtë të drejtuesve politik. Anesti, të dielën ora 18 është protesta e 6 kombëtare e Partisë Demokratike. Do të jetë në stilin e asaj të fundit, të 28 shkurtit, që nuk kishin podium, nuk kishin fjalime, por marshim në kryeqytet, apo do të kthehemi tek stili i fjalimeve, podiumit dhe më pas, nëse do të ketë marshim, mbetet për tu parë? Do të jetë një protestë klasike, si ato që kemi parë para asaj të 28 dhjetorit ku marshuam nëpër Tiranë, do të jetë një protestë me fjalime, pasi lidhet me një datë historike për Partinë Demokratike, por edhe për Shqipërinë, zgjedhjet e para pluraliste ku Partia Demokratike në 92-shin arriti që të fitonte kundër Partisë Komuniste që ishte në pushtet prej 46 vitesh, dhe do të kemi edhe mesazhe politike, por nuk përjashtohet dhe mundësia e atyre trazirave po hedhjes Molotovit, siç ka ndodhur në herët e kaluara, pasi demokratët kanë pohuar se në këto ditë që kur ata kanë bërë protestën e fundit, ka ndodhur shumë gjë